Fjala sot. Lutje. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala Sot. Dhe fjala për sot është lutje. Në bashkëbisedimet me miqtë tanë, ne shijojmë shumë komunikimin përmes fjalës dhe gjuhës trupore. Ne flasim me ta për shqetësimet tona, për problemet tona dhe për gjërat e bukura që na ndodhin. Shumë për jush, ndoshta nuk e imagjinojnë dot të mos kenë miq me të cilët të flasin për ditë. Shumë të tjerë ndoshta nuk kanë askënd për të folur dhe ndihen të vetmuar e të trishtuar. Prandaj ne duam që sot, përmes këtij episodi, ju të mësoni se keni një mik me të cilin mund të flisni në çdo kohë, edhe për gjërat tuaja më të fshehta, e të mos ndiheni kurrë vetëm. Ky mik i jashtëzakonshëm është Perëndia dhe ai na ka dhënë të gjithëve privilegjin për të folur me të përmes lutjeve tona. Mos e humbisni programin e sotëm për të mësuar më shumë për lutjen, bashkëbisedimin me Perëndin dhe në mënyrë të veçantë për lutjen e Zotit. Zoti ynë Jezu Krishtu ka dhënë besimtarëve dhe ndjekësve të tij disa privilegje të jashtëzakonshme. Ne jemi shumë të privilegjuar. Ne kemi paqen e Perëndisë në mendje kur besojmë se jemi të falur. Kemi gëzimin e pritjes me padurim të qiellit, ku do të kalojmë përjetësinë me Perëndin. Kemi miqësinë e kishës së krishterë, miqësinë me besimtarë të tjerë, ndërsa punojmë së bashku për Zotin. Kemi kaq shumë privilegje. Dhe një prej tyre, që është shumë i veçantë, është privilegji i lutjes. Është e mrekullueshme të dimë se ne kemi një Perëndi personal, një Perëndi që dëshiron të dëgjojë prej nesh dhe një Perëndi që kur dëgjon prej nesh, dëshiron të na bekojë, të na ndihmojë dhe të përgjigjet lutjeve, kërkesave tona. Është e paimagjinueshme të mendosh se dikush mund të flasë në telefon për 5 minuta pa dëgjuar një përgjigje nga personi tjetër. Ne presim përgjigje dhe nëse askush nuk përgjigjet, e mbyllim telefonin duke menduar se telefonata është shkëputur. Mirë, mbajeni këtë në mendje kur luteni. Dhe kur flasim për pritjen e një përgjigje, sigurohuni që ju e kuptoni kohën e Perëndisë. Kam folur për këtë në një nga programet, episodet e mëparshme. Kuptoni se një ditë është si 1000 vjet, dhe 1000 vjet janë si një ditë për Perëndin. Mos mendoni se koha juaj do të përputhet me kohën e Perëndisë. Është pothuajse gjithmonë e ndryshme, por koha e tij është gjithmonë e përsosur. Kjo është ajo që është e rëndësishme. Ne duhet besojmë në kohën e tij. Tani, ai do të na jap gjithmonë përgjigje nëse është një lutje e vërtetë. Nëse është një lutje reale, e bërë brenda vullnetit të tij, e bërë në frymën e besimit, duke besuar se ajo do të marrë përgjigje. E bërë në emër të Jezusit, që është e vetmja mënyrë se si mund t'i afrohemi atij. Atëherë ajo lutje do të marrë përgjigje. Ndonjëherë, lutjet tuaja do të marrin përgjigjen po, e ndonjëherë do të marrin përgjigjen jo. Perëndia e di se diçka që ne mendojmë apo e duam nuk është për të mirën tonë, ose ai thjesht thot më vonë. Dhe ai e di se kur është koha më e mirë për ne. Unë mendoj se një nga gjërat e rëndësishme që të krishterët duhet të bëjnë është të gjejnë një vend të veçuar për të lutur. Po të vini re, tek Mateu kapitulli 6, kemi edhe lutjen e Zotit. Nëse nuk keni një Bibël përpara, mbajini shënim. Mateu kapitulli 6, vargu 6, sepse në këtë varg na thuhet se duhet të kemi një vend për të lutur në fshehtësi. Unë kam disa vende ku më pëlqen të lutem. Ndoshta ai që preferoj më shumë është dhoma ime e gjumit në katin e dytë. Dhe tek dritarja, ndërsa shoh jashtë natën, vërej yjet, sidomos nëse është natë e kthjellët. Një nga kohët më të mrekullueshme të lutjes në jetën time ishte kur unë gjita në malin Sinai, në gadishullin Sinai. Aty isha larg dritave të qytetit, larg nga çdo lloj drite, përveç dritës së qiellit. Errësira ishte shumë e thellë, por kur ngrita kokën lart, u mahnita. Nuk isha parë kurrë në jetën time aq shumë yje. Unë kam udhëtuar në shumë vende të tjera dhe kudo ku kam qenë, kam parë qiellin.
dhe ai është me të vërtetë i bukur, por kur nuk kam parë qiell më të bukur se sa ai që pash kur isha në mes të shkretëtirës Sinai. Sa gjë e bukur është të shohësh qiellin. Nuk ka asnjë hapësirë që nuk është e mbushur me yje. Dhe sigurisht, shumicën e tyre ne nuk mund ta shohim sepse ka shumë drita rreth nesh. Nëse jemi brenda në qytet për shembull, nuk mund të shihni shumë yje. Gjithsesi, ju gjeni një vend për veten tuaj, një vend të izoluar, ndoshta një kopsht. Një miku tim që është pastor, i pëlqen të lutet, ndërsa është duke mbjell bim në kopshtin e tij të vogël. Gjeni një vend ku ndiheni pranë Perëndis. Ndoshta kisha juaj është e hapur dhe ju lejojnë të uleni atje e të luteni. Në ndërtesën që ne do të ngrem për shërbesën tonë radiofonike, do të kemi një dhomë lutjeje ku njerëzit mund të vinë e të luten. Një nga gjërat për të cilat ne lutemi në vargun 10 është mbretëria e Perëndis. Në fakt, sa herë që ne themi lutjen e Zotit, lutemi që mbretëria e tij të vijë. Në një nga programet e mëparshme ne folëm për faktin që dita e gjykimit po vjen dhe kjo është pjesë e kësaj lutje. Ne lutemi që ai të vijë e të na marrë në shtëpinë tonë të përjetshme. Por ka më shumë gjëra që përfshihen këtu. Mbretëria e Perëndis nuk është vetëm mbretëria e lavdis, që është kisha triumfuese, kisha fitimtare. Në këtë lutje ne lutemi edhe për mbretërinë e hirit. Shumë njerëz në denominacione të ndryshme e quajnë këtë kish luftarake. Kjo do të thotë kish e shenjtë e krishterë, ku hiri i Perëndis është i pranishëm në ceremonitë, ritualet dhe në predikimin e fjalës, ku fryma e shenjtë e bën besimin ton të veprojë. Dhe jo vetëm kaq, por edhe i rrit besimtarët ndërsa ata dëgjojnë fjalën e tij. Kështu, një pjesë e kësaj lutje është ajo që Perëndia të jetë i pranishëm në kishën e tij, që ai ta bekojë për hapjen e fjalës së tij, siç bën përmes këtyre programeve dhe shërbesave të tjera që shpallin fjalën e Perëndis, dhe gjithashtu luten për mbretërinë e fuqisë. Ne duhet ta mbajmë mend këtë, sidomos në kohë lufte, siç janë kohrat e tashme. Ky program transmetohet në 10 vende të ndryshme në botë dhe ndoshta vendi juaj nuk është zonë lufte. Por ju përsëri e kuptoni domethënien e luftës dhe shumë herë, kur vendet janë në luftë, ne kemi përshtypjen se deri diku ushtria jon ka gjithçka nën kontroll. Por Bibla e bën shumë të qartë se Perëndia është nën kontroll. Ai është sundues i plot fuqishëm, kontrollon gjithçka. Ai kontrollon të ardhmen e kombit ton dhe të çdo kombi tjetër. Dhe kështu ne i kërkojmë Zotit që mbretëria e fuqisë së Perëndis do të jetë mes nesh dhe se vullneti i tij do të bëhet. Më vonë në këtë lutje, ne i kërkojmë Perëndis që vullneti i tij të bëhet në jetën tonë, ashtu siç është në qiell. Mirë, sa përsosmërisht bëhet vullneti i Perëndis në qiell? Sigurisht që ju e dini përgjigjen për këtë. Kjo është një pyetje retorike. Vullneti i Perëndis bëhet plotësisht në qiell. Dhe kjo është ajo gjë që ne kërkojmë në lutjen tonë. Ne themi: Zot, në jetën time, në shoqëritë e mia të përditshme, në punën time të përditshme, unë lutem dhe kërkoj që vullneti yt të bëhet 100% ashtu siç është bërë në qiell. Më beko, Zot, më udhëzo dhe më drejto. Pra, ne lutemi për gjitha këto gjëra. Në vargun 11, ne lutemi për bukën e përditshme, që nuk janë vetëm gjërat fizike, por edhe ato frymërore që neve na nevojiten në jetën tonë. Pra, për çdo nevojë që ne kemi. Në vargun 12, lutemi për faljen, që është një nga gjërat e rëndësishme në jetën e një krishteri. Vini re se në këtë lutje, ne themi dhe pranojmë që nëse nuk i falim të tjerët, nuk mund të presim të jemi të falur nga Perëndia, sepse kur ai na fal, ai pret që ne t'u përcjellim këtë falje njerëzve të tjerë. Dhe kjo është arsye pse ne themi në këtë lutje: unë po e bëj këtë, Perëndi, po i bindem fjalës tënde dhe po i fal ata që kanë mëkatuar kundër meje. Në të njëjtën mënyrë, Zot, më fal mua, sepse unë e di se ti më do dhe ti na ke falur i pari. E dini, origjina e gjithçkaje është tek Perëndia. Besimi ynë vjen nga ai dhe ne u themi të tjerëve fjalët e tij. Pastaj fryma e shenjtë punon që edhe të tjerët të besojnë. Ne marrim dashurinë e Perëndis. Kjo është ajo që thrasim në bashkëbisedimet tona dhe e përcjellim atë dashuri tek të tjerët,
që t'u tregojmë atyre se ne jemi bijtë e Perëndis. Ne marrim faljen nga ai, dhe në këtë lutje ne e pranojmë dhe e përcjellim këtë falje tek të tjerët, sepse ne e dimë që kjo është ajo që Perëndia na ka kërkuar të bëjmë. Nëse nuk e bëjmë këtë, sigurisht që as ne nuk do të jemi të falur, sepse nuk po jetojmë sipas asaj që Perëndia na ka kërkuar dhe që pret prej nesh, ndërsa ai jeton jetën tonë. Nëse ai jeton aty, ne do të bëjmë vepra të mira dhe një prej tyre është edhe falja ndaj të tjerëve. Vim tani në vargun 13 të kësaj lutje të bukur. Mos lejo të bijem në tundim, por na çliro nga i ligu. E dini, këto mendime janë kaq të bukura dhe ne kemi një Zot që tashmë e di të ardhmen. Ai është atje tashmë. Nuk ka përse ne të shqetësohemi për të nesërmen. Nuk ka përse ne të shqetësohemi se çfarë do të ndodhë nëse e ndjekim atë dhe lejojmë që ai të na drejtojë. Unë mendoj se gjëja më e rëndësishme në jetën tonë është të kemi prioritete të renditura mirë. Sa njerëz njihni ju që nuk i kanë përparësit prioritetet të mirë vendosura? Ata e vënë rëndësinë tek gjërat sipërfaqësore, që nuk do të zgjasin kurrë, që nuk janë të përjetshme, dhe besimin e tyre, sjelljen dhe jetën e tyre i trajtojnë si të parëndësishme. Unë dua t'i drejtoj këta njerëz tek vargu 13 që thotë: para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndis. Mendoj se ky është një nga prioritetet kryesore. Nëse jeni duke këshilluar një çift të sapo martuar, nëse po përpiqeni të rrisni adoleshent, nëse po dërgoni një adoleshent në universitet, nëse po filloni një biznes të ri, çfarëdo që po bëni, kërkoni së pari mbretërinë e Perëndis. Ai e di se ju keni nevojë për gjitha gjërat e tjera dhe ju do t'i keni ato kur ai të zgjedh t'ju bekojë. Pra, kërkoni Perëndin të parin. Pa të nuk keni asgjë. Nuk keni asgjë. Dhe pastaj vargu 34 na jep, le të themi, kundër helmin për këtë. Nëse e kërkoni atë të parin, nuk ka përse të shqetësoheni për asgjë. Nuk ka përse të shqetësoheni për asgjë. Bindja dhe lutja shkojnë së bashku. Dhe unë shpresoj dhe lutem që ndërsa ju luteni, do të keni një marrëdhënie personale me Perëndin. Një marrëdhënie ku do të flisni me një atë të dashur, siç ai na ka kërkuar të bëjmë në këtë lutje. Një marrëdhënie që vërtet do ta shijoni. Nga të gjitha privilegjet që Perëndia u ka dhënë fëmijëve të tij, dhe ka shumë e shumë privilegje të mrekullueshme, privilegji i lutjes është i jashtëzakonshëm. Siç e mësuat edhe në episodin e sotëm, Perëndia u ka dhënë bijve të tij, ndjekësve të Krishtit, besimtarëve në Jezus Krishtin, privilegje të jashtëzakonshme dhe lutja është një prej tyre. Ndoshta dikush nga ju është prekur nga këto fjalë dhe është duke pyetur veten se si mund ta ketë edhe ai këtë privilegj. Bibla thot se Jezusi është rruga e vetme për tek Ati Perëndi. Kështu, duke e pranuar atë si Zot dhe shpëtimtar të jetës suaj, edhe ju mund të keni një marrëdhënie personale me Perëndin dhe të flisni me të. Nëse keni pyetje apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare të WR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email të wralbania@gmail.com. Faleminderit që na ndoqët dhe paqen dhe bekimet e Perëndisë.